nga këto tema tona javore që gjithmonë din me shkaktu pak polemika të shumta në mediat roz, pak polemika të shumta e lidha disi. Me kë jemi marrë tani, unë po e shoh që në skalet kam disa personazhe në lidhje me sezonën verore që ata kanë, që ka të bëj pak edhe me fitimet e tyre, por detajet i kuptojmë së bashku tani. Ka qenë një vit i suksesshëm për disa nga këngëtarët shqiptar. Nuk po mungojnë datat në për klube, koncerte të ndryshme, që nëse i përkthejmë në para, imagjinoni ju vetë sa fitojnë ata. Nëse dikush paraqitet vetëm me dukje e jo ndonjë performancë që të themi se do ta kujtojnë gjatë, se tek e fundit edhe këto këngë që po i bëjnë, shumica janë sezonale. E nisi me Dafina Zeqiri, cila duket se 2024 është viti saj si në aspektin personal ashtu dhe në atë profesional. Si që dim dhe kemi raportu, Dafi do ta kurorëzoj lidhjen e saj me martesë. Pra së shpejti këngëtarja do të jetë dhe bashkëshortja Krishnik Gjergje. Artistja shumë hiteve që do gjonë gjithandej po argëton publikun dhe aktualisht është më e pëlqyera për të dhënë show. Pas saj rënditët padyshim Yll Limani. Ky i fundit ka kryesuar top listat me projekte që bën e që klikon miliona herë. E bashkëpunëtorja Yllit Durata ka marrë data që po argëton fansat e saj me interpretime të bukura, por jo gjithmonë live. Por çmimet vazhdojnë të jenë të larta, nga 4 deri në 6.000 euro vetëm për një natë. Imagjinoni kur Noizi mund të ketë brenda një nate 2 apo 3 performanca. Në shtëpi ikin me përafërsisht 15 deri në 16.000 euro. Tani të kalojmë te koncertët që janë organizuar këtë vit. E nisi me atë që mbledhi hiç më pak se rreth 25.000 persona në stadiumin Air Albania. Bëhet fjalë për Alban Skënderaj, konsumisht e pranishme ju ka sjell atmosferë nga ky eveniment që u ndjek me interes të veçantë. Njësoj nuk mund të themi edhe për Alfa Show 3, koncert ky nga Noizi, i cili thuhet se mlodhi 15.000 adhurues në stadiumin e njëjtë, por jo shifër e kënaqshme për repere nga Shqipëria.